zgjidhje cila është ajo që duhet ta ndjekim përpara. Në seancën konstitutive nuk lejohet debati. Po t'ishte lejuar debati... Ka ndodhur edhe në të kaluar në debat, edhe pse s'ka qenë lejuar. Po, është shprehimisht e ndaluar. E qartë, po ka ndodhur. Dhe unë po them që është shumë e rëndësishme... Sikur ka qenë duke është shumë e rëndësishme mos me bosh drejtuar, ka patur lloj debati. Dhe duke qenë që kryesuesi i seancës e din këtë rregullin që nuk lejohet debati, e vetmja mundësi është takimi konsultativ. Ne shkuam aty me propozime konkrete. LDK-ja qëndrimi i saj ishte që ju s'keni drejt na thërrisni, AK-ja tha që vazhdojmë me pikën ku kemi mbetur, qysh. Sepse kemi një vendim të kuvendit, pra kushtrim, nuk e kemi situatën kur nuk ka pas quorum në kuvend dhe votim s'ka vendim. Po të mos ishte ashtu, pra po të ishte ashtu që s'ka pas quorum, lirisht ka mujt kryesuesi i seancës me votu edhe një herë, edhe derisa të kemi vendim. Kështu ka ndodhur të kaluarën. Për shembull, nështë nuk është e njëjta, po me tërheqësi paralele. Rregulloria e kuvendit thotë që nëse një ligj nuk votohet në kuvend, pra refuzohet nga kuvendi, për shembull që kodin civil po e marrim, që ka dështuar në kuvend, unë nuk kam pas drejt me dërgu në kuvend pa kalu 3 muaj. Pra duhet kalojnë 3 muaj në mënyrë që sërish me procedu në kuvendin e Republikës Kosovës. Por, raport me raportin për verifikimin e mandateve, qëndrën e heshtur, edhe rregulloria dhe kushtetuta, edhe nuk ka të rregulluar ndonjë ligj tjetër për këtë. Prandaj, ne ishim aty, ne thamë që mund të shohim zgjidhje përpara, për shembull njëra prej zgjidhjeve, do të mund të ishte që të themelohet sërish Komisioni për verifikimin e mandateve, ta trajtoj dokumentacionin që ka sjell KQZ-ja dhe edhe këtu do doja që të ndale as 1 minutë, shumë pak. Dosja që trajton Komisioni për verifikimin është dosja KQZ-s. Pra në momentin që KQZ-ja certifikon rezultatet, e sjell atë në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe ajo është dosja me të cilën deputetët pastaj merren. Pra vetëm formalisht e procedojnë në Kuvendin e Republikës Kosovës. A e keni propozuar këtë subjekte të tjera politike së deputetët? Ne sot e tham në takimin konsultativ, po LDK-ja doli, AK-ja doli, e PDK-ja tha dorhequ. Dorhequ çfarë? Dorhequ tha, tash vish me shku në shesh edhe me thonë të dashur qytetarët Republikës Kosovës dorhiqem nga kush. Nga pozita e deputetit? Deputetës, të shta kanë thënë? Jo, ata votojnë dorhequr nga ministri. Nga ministra? Po e kam bërë. E kam bërë edhe këtë. Zonja Haxhiu, kjo është shumë mirë për opinion publik të atë qartësojmë. A keni thënë dorheqje ose jo? A keni thënë tamam dorheqja, apo kjo është dorheqje pa... Unë s'po di bre kushtrim cila është, domethënë tamam. Po ja këtu e kam dorheqjen, ku e kam ofruar. Se tamam i bie dorheqja, unë po ju pyes çka jeni ju, po thoni jam ministre, jam deputete. Unë po them se s'mund të bëheni dyat, ju po thoni jam dyat. Nuk po du me qenë dyat, se edhe me dash po ju po thoni që jeni dyat. Domethënë qeveria, shteti pa qeveri nuk mbetet, nuk mundet. Po mirë, keni mundur ta lëni zëvendës ministrin që ta zëvendës ministri kam përshtypjen. Apo thirrësh në ligjin për qeverinë. Po ka përshtypjen që zëvendës ministri nuk është deputet. Ç'a thot? Edhe ka mundur ai ta bëjë më tutje. Domethënë përfundimi këtu tregohet përfundimi i mandatit të qeverisë tregon po edhe